E lejmë këtë pjesë tash kurse për pjesën e Letonisë mendoj që do të jetë prapë ndeshje vështirë. Ne jemi favorit, mendoj, shpresoj që nga minuta parë jemi të fokusuar siç ishim edhe me Serbinë dhe të shfrytëzojmë ato shanset tona që do na jepen. Mendoj që skuadra jonë do të jetë në gjendje të krijojë disa shanse. Më vjen keq që mungon dhe Gjimshiti si një kapiten dhe një lojtar shumë i rëndësishëm për kombëtarin, edhe Ajeti do të mungoj nga që është dëmtuar në duke shëritje. E meriton Hysaj në vend të Gjimshitit atë shëritjen e kapitenit? Po, shiriti është relativ, do të thoja. Kjo është thjesht një çështje respekti. Bazohem edhe tek performanca përballë Serbisë, meqense u vlerësua si fenomeni i asaj ndeshje. Shumë e vërtet edhe unë pas ndeshjes isha edhe në stadium dhe pash që ka qenë ndeshja më e mirë që ka zhvilluar Hysaj dhe isha absolutisht lojtari i ndeshjes dhe shpresoj që të vazhdoj ashtu sepse dhe ka pasur ndaj tij shpesh kritika dhe ka bërë me të vërtet një ndeshje fantastike. Në ato dy role mendoj që mund të aktivizohet Kumbulla me Ismailin, janë të dy lojtarë shumë cilësor që ma merr mendje nuk do ketë shumë po themi ulje në kualitetin e mbrojtjes tonë, se të dy lojtarët janë vërtet lojtarë shumë cilësor dhe kjo e bën këtë kombëtarin e sotme që mungojnë dy lojtarë dhe ne mund t'i zëvendësojmë ato pothuajse në të njëjtin kualitet, kështu që shpresoj që edhe përpara ato shanset tona t'i shfrytëzojmë. Për shkak të një super përballje, sfide, harxhim energjish edhe psikologjikisht përballë Serbisë, mos ndoshta bëjnë gabim kuqezin nëse Letonin sonte e shohin si një lojtar të dobët apo një kundërshtar modest që ndonjëherë mund sjell edhe surpriza dhe të shkaktoj probleme. Do të thënë, e marrim të mirëqen fitoren përballë Letonisë apo duhet luftojmë? Jo. Pam dhe Anglinë me Andorën që fitoi vetëm 1-0. Që do të thotë nuk ka lojtar më, skuadra të lehta, absolutisht që jo. Këto skuadra janë, po themi, të vështira se nga ana fizike janë shumë të përgatitura. Është, po themi, shkolla e Bashkimit Sovjetik, do të thoja dikur, që janë dhe lojtar cilësor të shpejt. Natyrisht që unë mendoj skuadra jonë është më e mirë, por kjo automatikisht nuk do të thotë që ne do të nënvlerësojmë absolutisht, përkundrazi, këto janë ndeshje edhe më të vështira. Kundra skuadrave të forta, motivacioni vjen automatikisht, kurse këtu duhet të jetë e njëjta gjë. Kjo tregon pastaj karakterin e skuadrës, që dhe përgatitjen e trajnerit që do të bëj para ndeshjes, po absolutisht zero tolerim, përndryshe po mos ta fitojmë këtë ndeshje, atëherë do ishte një humbje e madhe. Dakor, bazuar në këto ndeshje të fundit për ta përfunduar, mendon se Shqipëria e meriton një biletë historike për në botrorin e 2026-s? Absolutisht që po, mendoj që pavarësisht se është rrugë e gjatë dhe në fund fare ti do kesh prapë shumë vështirë edhe po të zësh vendin e dytë të jetë vështirë për shkak se vendet e dyta të vendeve të tjera ose të grupeve të tjera janë skuadra të forta, po sidoqoftë paktën kemi një shans për kualifikim dhe kjo do ishte absolutisht një ëndër për gjithë shqiptarët. E duam këtë skuadër ose duam kombëtarin, duam flamorin, atëherë do ishte diçka fantastike. Sigur të ishim në Amerikë ose në 3 vendet ku zhvillohet kampionati botror, do ishte diçka fantastike. Shpresojmë ëndrrën e europianit e kemi përjetuar 2 herë, shpresojmë edhe shumë për botrorin. Ju urojmë fat kombëtares sonte në mbrëmje në Riga të Letonisë. Të falenderoj shumë Lala që ishe me ne. Shpresoj të ritakojmë përsëri. Faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe ju shikues nderuar që qëndruat me ne deri në këto minuta. Ju kujtoj se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni në faqen tonë zyrtare në internet adysjenen.com, por mund të informoheni në korale dhe përmes rrjeteve tona sociale. Atë do të gjeni çdo informacion edhe në lidhje me kombëtaren apo edhe informacionin që pritet të zbulohet për kë do të hedh sonte Silvinjo në fush në stadiumin Skonto të Rigas. Gjithë vëmendja zhvendoset atje në 20:45. Ne bashkë ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Ritakojemi nesër.